Në një bisedë të zhvilluar te lavanderia, Egli ka treguar Gjestit ndjenjat dhe mendimet e saj në lidhje me prindërit dhe qëndrimin e tyre ndaj tij. Ajo është përpjekur ta qartësojë se ndonse mund të jetë krijuar përshtypja se ata janë kundër tij, në fakt prindërit e saj nuk e urrejnë Gjestin. Sipas saj, ata janë njerëz të butë, jo të ashpër apo kërcënues, dhe nuk janë nga ata që mbyllin dyert për dikë që nuk e miratojnë. Egli ka sqaruar se babai i saj nuk do ta lejonte kurrë që ajo të linte dikë që e donte, edhe pse e kishte shprehur këtë mendim me shumë shqetësim. Prindërit nga ana tjetër e kanë ndier gjithmonë frikën dhe shqetësimin për mirëqenien e saj dhe janë përpjekur me çdo mënyrë ta bindin të largohej nga ajo situatë, duke i qëndruar pranë ditë e natë. Edhe pse ata nuk kanë reaguar me urrejtje ndaj Gjestit, shqetësimi për vajzën e tyre ka qenë kaq i madh sa nuk i ka lënë as të flenë të qetë. Egli thekson se arsyeja kryesore e qëndrimit të tyre nuk ka qenë Gjesti si person, por frika për dëmtimin e saj emocional dhe fizik. Ajo tregon se ka qenë shumë e trazuar dhe se vetë ka ndier se po shkatërrohej, gjë që i ka dhënë edhe më shumë arsye prindërve të saj të kërkojnë largimin e saj nga ajo lidhje. Në thelb, mesazhi i saj për Gjestin është se gjithçka që prindërit kanë bërë ka qenë për shkak të dashurisë së tyre për të dhe jo nga ndonjë urrejtje ndaj tij.